Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala al-jami' al-anbiya illahi wal-mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Falënderimet më të sinqerta janë për Allahun e madhruar. Paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut të madhruar. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Me rastin e ditës së 5 majit, ditës së dëshmorëve, sot do të flasim për rreth temës pozita e dëshmorëve në Islam. Në ajetet 169 deri në ajetin 171 në surën Ali Imran, Allahu i madhruar dhe i lartësuar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. Mos i konsideroni të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut. Përkundrazi, ata janë të gjallë te Zoti i tyre dhe furnizohen. Janë të gëzuar për çfarë u ka dhënë Allahu nga të mirat e tij dhe gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre dhe nuk do të pikëllohen për ato pra që kalon pas. Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësitë e Allahut, sepse Allahu nuk ka humb shpërblimin besimtarve. Në Islam, martirizimi nuk është thjesht një vdekje në fushë betejë, por është një grad e lartë e afërsisë me Krijuesin, me Allahun fuqiplot. Dëshmori nuk konsiderohet i vdekur si të tjerët sipas Islamit. Ai kalon një jetë të veçantë shpirtërore dhe nderohet me pozitë të lartë në botën tjetër. Allahu i madhruar e ka përmendur qartë këtë realitet në Kuranin e shenjtë, pra pozitën e lartë dhe gjendjen e dëshmorit. Gjithashtu, edhe profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe imamët e pastër të ehli bejtit të tij, paqja qoftë mbi ta, e kanë sqaruar madhështinë e gradës së dëshmorëve. Sipas Islamit, dëshmorët janë të gjallë tek Allahu. Këtë e dëshmon pra ajeti 169 në surën Ali Imran, i cili thot: Mos i konsideroni të vdekur ata që janë vrarë në rrugën e Allahut, përkundrazi ata janë të gjallë te Zoti i tyre dhe furnizohen. Ky ajet është themelor në besimin islam për dëshmorët. Ai tregon qartë se ata nuk shuhen me vdekje, pra dëshmorët nuk shuhen me vdekje, por ata vazhdojnë një jetë të veçantë dhe furnizohen nga Allahu në një mënyrë që ne nuk e kuptojmë. Dëshmorët janë të gëzuar për shpërblimin e tyre. Këtë e dëshmon ajeti 170 po në surën Ali Imran, i cili thot: ata janë të gëzuar për atë që Allahu ka dhënë nga mirësia e tij. Dëshmorët nuk ndjejnë humbje, por gëzim të madh shpirtëror, sepse kanë arritur kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Dhe ajo mirësi që është dhënë është xheneti. Dëshmorët jo vetëm që janë të gëzuar
por gëzohen edhe për ata që ende nuk u janë bashkuar e që kanë ngelur pas tyre. Pra, akoma nuk janë martirizuar. Ata gëzohen sepse nuk do të friksohen për çfarë i pret. Sepse ata i pret xheneti, pra dëshmorët. Dhe nuk do të pikëllohen për çfarë kanë lënë pas. Nga kjo thënie e këtij ajeti kuptojmë pra se dëshmorët gëzohen jo vetëm për shpërblimin e tyre, por edhe për vëllezërit e tyre që ende janë gjallë, duke i siguruar se ata që qëndrojnë në rrugën e Allahut, në rrugën e drejtë, nuk kanë arsye të kenë frikë për të ardhmen dhe as të pikëllohen për të kaluarën, sepse i pret siguria, mëshira dhe shpërblimi i Allahut fuqiplot. Ata, pra dëshmorët, janë të bindur se Allahu nuk u humb shpërblimin, siç thot ajeti 171 pra po në surën Ali Imran. Ata gëzohen me dhuntit dhe mirësitë e Allahut, sepse Allahu nuk u humb shpërblimin besimtarëve. Pra besimtarët gëzohen me begatit dhe mëshirën e Allahut, duke qenë të sigurt se çdo vepër e mirë që bëjnë nuk humbet kurrë, sepse Allahu është i drejtë dhe i shpërblen patjetër ata që besojnë dhe veprojnë mirë. Dhe për atyre që besojnë dhe veprojnë mirë janë edhe dëshmorët. Ka edhe hadithe nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali dhe nga familja e tij, ehli bejti, që flasin për dëshmorët. Profeti i dashur, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thënë: dëshmori tek Allahu ka 6 veçori. E para i falen mëkatet që në pikën e parë të gjakut dhe sheh vendin e tij në xhennet, si dhe mbrohet nga dënimi i varrit. Pra këto janë 2 veçoritë më kryesore përveç të tjera. Kjo tregon se martirizimi është kulmi i besimit. Pra dëshmorët janë në një nivel të lartë të besimit, saqë ata nuk kursejnë asgjë për të mbrojtur vendin e tyre, për të mbrojtur fenë e tyre, për të mbrojtur pra drejtësinë, për të mbrojtur lirinë. Dhe nuk ka grad më të lartë pas sinqeritetit të plot ndaj Allahut, pra çështja e besimit në Allah. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: betohen në Allahun, vdekja në rrugën e Allahut është më e nderuar se jeta në poshtrim. Imam Huseini, paqja qoftë mbi të, është shembulli më i madh i martirizimit në Islam. Me sakrificën e tij në Karbela e bëri të qartë se feja ruhet me gjak të pastër dhe e vërteta nuk mbrohet me heshtje përballë padrejtësisë. Nga Kurani i Shenjtë dhe tradita islame kuptojmë pra se dëshmori nuk vdes në kuptimin e zhdukjes, ai kalon pra në një jetë më të lartë, më të nderuar, më fisnike. Ai është i nderuar tek Allahu fuqiplot dhe ndërmjetëson për të tjerët me lejen e tij, me lejen e Allahut fuqiplot. Martirizimi është për sakrificë, për të vërtetën, për mbrojtjen e drejtësisë. Dhe ai është pra kulmi i sinqeritetit ndaj Zotit të plot fuqishëm. Por lind pyetja, a kanë të drejta apo detyra dëshmorët ndaj nesh ndaj shoqërisë? Dhe cilat janë detyrat ndaj dëshmorëve? Siç e tham edhe më lart, pozita e dëshmorëve në Islam është ndër më të lartat. Kurani i përshkruan si të gjallë dhe të begatuar. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali i ka quajtur
dëshmorët njerëzit më të privilegjuar pas profetëve, ndërsa imamët e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, e kanë jetuar këtë realitetin pra e martirizimit me sakrificën më të madhe në histori, sepse të gjithë imamët e Ehli Bejtit, paqja qoftë mbi ta, duke filluar nga Imam Aliu alayhis salam deri tek Imam Hasan al-Askari, paqja qoftë mbi ta, janë martirizuar ose me tehun e shpatës ose të helmuar nga dora mëkatare e barbare e dinastive me vite dhe abasite. Prandaj mesazhi për ne në martirizimin e tyre është i qartë dhe na thot të jetojmë me dinjitet, të mbrojmë të vërtetën, të mbrojmë vendin dhe të jemi të gatshëm për sakrificë, për hir të Allahut, për hir të drejtës, për hir të vendit, qoftë me jetë, qoftë edhe me veprat tona. Ne kemi detyra morale, fetare dhe shoqërore ndaj dëshmorëve. Këto detyra nuk janë thjesht emocionale, por një pjesë e respektit ndaj vlerës së sakrificës së tyre. Prej detyrave ndaj dëshmorëve janë: e para, lutja për ta. Një nga detyrat e rëndësishme është të lutemi për dëshmorët dhe për familjet e tyre, të kërkojmë mëshirë për ta nga Allahu, të kërkojmë ngritjen e gradave të tyre në xhennet dhe të mos i harrojmë në lutjet tona, por t'i kujtojmë gjithmonë. Kurani na mëson të lutemi për besimtarët që kanë kaluar para nesh dhe thot: Zoti ynë, fal na ne dhe vëllezërit tanë që na paraprin në iman. Detyra e dytë, ruajtja e kujtimit dhe e vlerës së tyre. Detyra e shoqërisë është të mos harrohet sakrifica e dëshmorëve, të ruhet historia e tyre me respekt dhe drejtësi, të përkujtohen si shembull i sakrificës dhe besimi. Harresa e dëshmorëve është dobësimi vetë ndërgjegjës së shoqërisë. Detyra e tretë është mbrojtja e qëllimit për të cilin ata ranë dëshmorë. Dëshmorët zakonisht japin jetën për drejtësi, për vatan, për besim, për mbrojtje të të pafajshme, për liri dhe dinjitet. Prandaj detyra jonë është të mos e tradhtojmë atë ideal, të mos e shtrembrojmë kauzën e tyre dhe të vazhdojmë vlerat për të cilat ata sakrifikuan. Detyra e katërt, kujdesi për familjet e dëshmorëve. Në etikën islame dhe njerëzore thuhet që të respektohen familjet e dëshmorëve, të ndihmohen ekonomikisht dhe moralisht dhe të mos lihen në harres dhe neglizhencë. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka treguar kujdes të veçantë për familjet e martirëve dhe të rënëve në rrugën e Allahut fuqiplot. Detyra e pestë, marrje mësim dhe frymëzim nga sakrifica e tyre e dëshmorëve. Pra. Dëshmorët nuk janë vetëm për të kujtuar, por për të marrë si shembull për guxim, për sinqeritet në besim dhe për qëndrueshmërinë të vërtetën. Imam Aliu alayhis salam ka thënë: vlera e njeriut matet me atë për të cilën ai sakrifikon. Vlera e vërtet për njeriut nuk matet me fjalët apo me pretendimet e tij, por me atë që ai është i gatshëm të japë dhe të sakrifikojë për ideale të larta. Sa më e madhe dhe më e pastër të jetë sakrifica për të vërtetën, drejtësinë dhe besimin, aq më e lartë është vlera e tij. Të tillë pra janë dëshmorët. Të tillë pra janë dëshmorët sepse ata sakrifikojnë më të shtrejtën e tyre, që është jeta. Për hir, për atë fesë, për hir të vatanit, për hir të drejtësisë, për hir të çlirimit. Detyra e gjashtë është ruajtja e unitetit dhe mos shfrytëzimi i gjakut të dëshmorëve për përçarje. Një detyrë pra shumë e rëndësishme është të mos përdoret sakrifica e dëshmorëve, Allahu i mëshiroft, për interesa personale apo politike, të mos shkaktohet përçarje në shoqëri në emër të tyre dhe të ruhet uniteti dhe drejtësia në shoqëri.
Dashur vëllezër dhe motra, detyra tona ndaj dëshmorëve përmbledhen në 3 boshte kryesore. I pari, lutje dhe respekt shpirtëror për ta. I dyti, ruajtje, kujtimi dhe vlerës së tyre. Dhe e treta, vazhdimi i rrugës për të cilën ata sakrifikuan. Dëshmorët nuk kanë nevojë për ne në kuptimin material, por ne kemi nevojë për ta, për të mos harruar çfarë do të thotë besim, dinjitet dhe sakrificë. Si përfundim, në Islam dëshmorët parazojnë një pozitë të lartë dhe të nderuar, sepse ata sakrifikuan gjën më të shtrenjtë, jetën e tyre për të vërtetën, drejtësinë dhe mbrojtjen e fesë të vendit. Ata nuk konsiderohen të vdekur, por të gjallë para Allahut, të mbuluar me mëshirë dhe të shpërblyer me begati të përjetshme. Pozita e dëshmorëve është një thirrje e fuqishme për besimtarët që të jetojnë me parime, të qëndrojnë të palëkundur përballë sfidave dhe të jenë të gatshëm të japin nga vetja për kauza të drejta. Kujtimi i dëshmorëve nuk është vetëm nderim për të kaluarën, por edhe frymëzim për të ndërtuar një të ardhmen me besim, me drejtësi dhe sakrificë në rrugën e Allahut fuqiplot. Në ajetin 19 të surës Hadid, Allahu i madhruar thot: "Walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wa shuhada 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum." Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, dhe të dërguarit e tij, pikrisht ata janë njerëzit e sinqertë dhe dëshmorët te Zoti i tyre shpërblimin dhe dritën e tyre. Pra ata janë të mbuluar me dritë, pra dëshmorët tek Zoti i tyre, dhe janë të shpërblyer tek Zoti për sakrificën që ata bën për hir të Allahut, për hir të vendit, për hir të drejtësisë e të tjerë. Allahu i shpërbleft me të mirat e tij të pafundme dëshmorët dhe qofshin të paharruar. Edhe ne inshallah qofshim në gjurmët e tyre dhe t'i kujtojmë gjithmonë sakrificat e tyre, duke mësuar dhe duke frymëzuar që gjithmonë të përballemi me padrejtësinë dhe të padrejtët dhe gjithmonë të luftojmë për të vendosur paqen, drejtësinë dhe mirësinë në mesin e shoqërisë. Allahu ju ruajt, ju familjet tuaja kudo që jeni. Wassalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, bekimet, mirësi dhe mëshira e Allahut qofshin me ju.